Azgjesohen 150 bagti të imta në një fermë blektorale në fshatin Shuec të Devollit. Lajmi bëhet me di nga Demirali Latullari, përgjegjës i shërbimit veterinar në Korçë, i cili tha se për disa ditësh shërbimi veterinar ka ndjekur në terren gjendjen shëndetësore të imtave të kësaj ferme dhe pas ngordhjes së bagtive të para janë marrë gjitha masat për izolimin e krerëve të kësaj ferme dhe pas përgjigjeve të analizave është vendosur ekzekutimi i 150 krerëve të imta. Për përgjegjësinë e shërbimit veterinar të qarkut Korçës ekziston risku edhe për ferma të tjera që ndodhen shumë pranë fermës së infektuar. Aktualisht jemi në fshatin Shuec në një fermë që na u diagnostikua me mortajnë e të imtave ose PPR që themi neve. Është një sëmundje vërtet shumë e rrezikshme, që pak a shumë në Shqipëri u bën gati 4-5 tash kjo e Devollit. Ka një fermë që e cila mbarson 180 krerë të imta. Aktualisht gjithë tani kanë ngordhur rreth 15 krerë, të cilat janë groposur dje. Sot kemi 2 të ngordha, por nuk i groposim për arsye se po i largojmë për dike termike në Lezhë. Aty do bëhet punimi i tyre për të kaluar për ushqim për qenë për masë. Gjithë tani nuk kemi ndonjë problem, për arsye se i morëm masat me njerëz që izoluam këtë fermë. Nuk kemi 3 ditë që në rastin e parë në ngordhje e izoluam. Çuam mostra për gjak, të cilët na konfirmoi sëmundjen. Florian Bode, pronari i kësaj ferme me bagti, tha se dëmi i shkaktuar është shumë i madh, duke shkatërruar të gjithë investimin që ka kryer për disa vite, ndërsa shpreson se qeveria do t'i ndodhet pranë. Nga këse vjen shkaqet e kësaj sëmundje as vetë nuk e kupton. Tani sipas informacionit që na kanë informuar këta është një sëmundje e pashërueshme. Një humbje kolosale. Shteti marr masat ta ndihmoj me çfarë mundet. Burimet zyrtare thanë se kjo është vatra e parë dhe vetme deri tani, jo vetëm bashkinë e Devollit, por në të gjithë qarkun e Korçës.